Erjon Veliaj, kryetari i Bashkisë të Tiranës, është mbajtur në paraburgim prej 5 muajsh pa u ngritur akuza, ndërsa po hetohet nga SPAK. Ai u arrestua nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në shkurt, pas akuzave për korrupsion. Deri më sot nuk i është paraqitur ndonjë provë dhe nuk është ngritur asnjë akuzë zyrtare ndaj tij. Megjithatë, ai ka qëndruar në paraburgim gjatë gjithë kësaj kohe. Atij është mohuar edhe e drejta për vizitë nga ekipi i tij ndërkombëtar ligjor. Vendimi për vazhdimin e paraburgimit të tij është miratuar nga gjykata e SPAK-ut, pa një vlerësim real nëse paraburgimi mëtejshëm është i nevojshëm, proporcional apo i arsyeshëm, dhe pa marrë në konsiderat seriozisht alternativa të tjera përveç paraburgimit. EU-Reporter ka publikuar gjithashtu një letër të hapur nga nëna e tij, ku ajo shprehet pse Europa po mbyll syt ndaj një shkeljeje të qartë të vetë vlerave mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian, pse po heshtin institucionet e BE-s dhe vendet anëtare, ndërkohë që një nga figurat më të dukshme të politikës së zgjedhur shqiptare mbahet në paraburgim pa akuza, ndoshta në kundërshtim me Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit. Familja ime po vuan shumë nga kjo situatë, por nuk jemi të vetmit. Kjo praktik arresto tani dhe grumbullo prova më vonë, ka ndodhur edhe më parë. Letrën e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.